të ulemi me të gjithë akterët e degës atje, me të gjithë zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës në degë, dhe do të marrim opinionet e tyre, do ta shqyrtojmë, do ta respektojmë statutin dhe do të natyrisht secili prej nesh duhet të veprojnë në bazë statutit që kemi dhe në qoftë se ne devijojmë, natyrisht janë masa disiplinore. Gaxheri, në rast se do konsultohej paraprakisht LDK-ja, do e kishte, nëse mund ta quajmë kushtimisht, Aminin për të vazhduar për këtë koalicion? Sepse po shohim se partitë më të lehtë po e kanë gjejnë gjuhën e përbashkët në koalicionet e nivelit lokal. Nuk mundem të përgjigj tash, sepse se komentu këtë gjë asnjëherë dhe unë nuk kam të drejtë ta mendoj si individ. Kjo gjë ishte dashur të shtrohet në kryesi kur ishte debatu pro dhe kundër, si gjithmonë çdo temë që diskutohet në kryesi, ka njerëz, ka anëtar të cilët pajtohen me çështje të caktuar dhe të cilët e kundërshtojnë. Dhe në qoftë se shumica kishte vendosur, do isha pajtuar edhe në qoftë se do kisha qenë kundër. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe s'kemi si e komunikojmë ose si e komentojmë se në qoftë se kish pyet a do kishim bërë, a do kishim bërë. Kjo çështje tashmë është mbyll dhe mendoj prapë po e përsëris, problemi për mua është që është shkaktuar një dëm i madh atje degës në Vushtri nga zoti Tahiri që ka gabuar shumë. Dhe më vjen shumë keq për ata zyrtarë të cilët nuk pajtohen me një marrëveshje të tillë dhe janë sot para një akti të kryer dhe kjo është për ne problem për LDK-n sepse pas zgjedhjeve ne duhet të merremi me degën seriozisht për ta kthyer në binar dhe kjo është problemi kryesor për mua. Dhe, zonja Gaxheri, pse vije ky reagim kaq i ashpër, duke qenë se para ndoshta 2 javë ka qenë një intervistë e vetë kreut të LDK-s Lumir Abdigjiku në televizionin të shtatë, ku ka thënë se do t'ja lejoj autonominë komunave të vendosin vetë, sepse ato e dinë më mirë se me këtë të bashkëpunojnë. Dhe madje ka përmendur edhe përkrahjen që vite më parë ka marrë vetë Xhafer Tahiri nga lëvizja vetëvendosje për ta fituar atë komunë. Nëse më keni kuptuar në këtë thash, ne nuk mund t'ja imponojmë degëve me cilin subjekt politik ata do të hyjnë në koalicion, sepse rrethonat ndryshojnë për secilin degë, specifikat ndryshojnë për secilin degë. Ne kemi pas koalicionin e degë caktuara me vetëvendosjen. Ndoshta do të kemi edhe në këtë garë me koalicion me vetëvendosjen, dhe pse unë mendoj se në të gjitha komunat në përjashtim njëm duket jemi në balotazh me vetëvendosjen, por kjo nuk ka rëndësi. Megjithatë, çdo kryetar i degës, çdo degë duhet ta diskutojë brenda për brenda vetes degës vetë dhe pastaj me propozim duhet të vijë në kryesi dhe kryesia ta vendosë. Kjo gjë është bërë krejt jashtë këtyne institucionave, organeve të partisë dhe ne faktikisht unë dje kur kom pa